Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Jeni me diabet, një gotë nga kjo ulë sheqerin në gjak në kohë rekord, ja receta. Sipas ekspertëve, diabeti ndosi rezultati pamundësisë së pankreasit për të prodhuar insulin, ose kur trupi juaj është duke luftuar me problemin e prodhimit natyral të këtij hormoni. Në qoftë se nuk trajtohet, diabeti mundet që të shkaktojë shumë probleme të rënda shëndetësore, duke përfshirë këtu edhe dëmtimin e shikimit, dobësinë e trupit, problemet nervore, si edhe problemet me veshkat dhe verbëri. Përballë shumë ilaçeve të shtrenjta, të cilat gjenden në treg, ekziston edhe një zgjidhje tërësisht natyrale, të cilat mund të luftojnë më së miri diabetin. Ajo gjendet edhe tek gjethet e mangos. Sipas ekspertëve, merrni 10 deri në 15 gjethe mango dhe lajni tërësisht. Pastaj, vloheni në ujë dhe i lini gjatë gjithë natës. Në mëngjes pini laçin me stomak bosh e vazhdoni kurën për 2 deri në 3 muaj. Arsyeja pse gjethet e mangos janë aq të efektshme është për shkak se ato janë të mbushura me vitamina, enzima, antioksidantë dhe minerale të tjera relevante. Në këtë mënyrë, ato janë efektive për shëndetin e të gjithë trupit. Gjethet e mangos nuk janë efektive vetëm për diabetin, por edhe për të kuruar ethet, ftohjet, diarren, pagjumsinë, variqet, azmën dhe bronkitin. Gjethet e mangos përmirësojnë strukturën e gjakut dhe mbajnë shëndetin kardiovaskular nën kontroll. Mirë po para përdorimit, konsultohuni me mjekun tuaj. Diabetikët zakonisht kanë kufizime të mëdha në ushqime dhe mënyrën e jetesës. Shumë prej ushqimeve që mund të konsumoni në një ditë për diabetikët janë të ndaluara. Këtu futet sheqeri, buka dhe prodhimet e brumit, madje dhe disa fruta. Megjithatë, disa prej tyre mund të kthehen në një kur të vërtet. Këto futen karrotat, të cilat sipas ekspertëve mund të ndihmojnë në trajtimin natyral të diabetit dhe konkretisht lëngu i tyre mundet që t'ju ndihmojë shumë mbi këtë çështje. Karrota dhe diabeti. Karrotat janë të njohura për vlerat e tyre në shëndet, duke filluar që nga flokët dhe deri tek lëkura. Në lidhje me diabetin, ato përmbajnë beta-karoten, vitaminë A, antioksidant, fibra dhe një sër nutrientësh. Një karrotë mesatare përmban vetëm 4 gram karbohidrate të tretshme dhe shumë pak sheqerna. Ekspertët thonë se vitamina B6 ka një rol shumë të madh në fuqizimin e metabolizmit. Mungesa e kompleksit të vitaminave B në trup lidhet me shfaqjen e diabetit të tipit 2, ndërsa karrotat gjithashtu ndihmojnë trupin tuaj që të marrë një sër vitaminash nga ky grup. Ndërkohë, vitamina A nga ana tjetër është shumë e rëndësishme për kontrollin e sheqerit në gjak dhe gjithashtu për të balancuar atë për njerëzit të cilët vuajnë nga diabeti. Fibra është gjithashtu e rëndësishme për të ulur dhe për të parandaluar diabetin e tipit 2. Si duhet ta pini lëngun e karrotës? Megjithëse kanë shije të ëmbël, mundet që t'i konsumoni pa rrezik edhe nëse vuani nga diabeti. Lëngu i karrotave do të përmbajë gjithashtu sheqerna dhe njëkohësisht karbohidrate, por nuk do t'i ngrejë nivelet tuaja të diabetit. E rëndësishme është që të mos i shtoni sheqer teksa e konsumoni në mënyrë që të mos ndikojë negativisht në shëndetin tuaj. Gjithashtu ekspertët rekomandojnë të mos e konsumoni këtë lëng çdo ditë, pasi ka nivele të mëdha karotenoidësh të cilët mund të ndikojnë në pigmentimin e lëkurës tuaj. Lëngun e karrotës ju mundet ta pini menjëherë siç është, ta shtoni tek sallata, ndërsa me mbetjet nga shtrydhja mundet që të përgatisni edhe një kek. Receta e duhur për diabetin.
Të konsumosh pije të ëmbla kur je me diabet duket si diçka tepër e vështirë, por kjo që ne do t'ju sugjerojmë në këtë video është një pije e sigurt. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 800 gram karrota, 200 gram mollë të kuqe, 200 gram mollë jeshile dhe gjithashtu 20 gram ginger. Përgatitja: pritini të gjitha në copëza të vogla dhe më pas shtrydheni. Më pas merrini dhe ruajini të mbyllur në frigorifer. Ky lëng me bazë karrotat dhe mollët përtej diabetit do ju ndihmojë që të aktivizoni sistemin tretës dhe gjithashtu të rregulloni presionin e gjakut, si edhe ju forcon shikimin. Përdorimi i insulinës dhe njëkohësisht i medikamenteve duket i paevitueshëm për njerëzit e diagnostikuar me diabet. Me kalimin e kohës, niveli i triglicerideve dhe i tensionit të gjakut tek personat me diabet rritet ndjeshëm, duke rritur kështu edhe rrezikun e përdorimit të një sër medikamentesh të cilët shkaktojnë dëme në organizëm. Të dhënat tregojnë se një regjim specifik ushqimor që përfshin fruta dhe perime të freskëta është shumë efikas. Konsumoni fruta dhe perime të plota ose të shtrydhura. Ne ju sugjerojmë që t'i konsumoni të plota, pasi sasia e frutave në lëngje është më e madhe dhe përpasojë edhe sasia e sheqerit. Ju duhet një vullnet i çelikët dhe një përkushtim mjaft i fortë për të konsumuar vetëm ushqime të gjalla dhe të pagatuara, derisa niveli i sheqerit në gjak të ulet. Fal nivelit të ulur të sheqerit në gjak ju humbisni edhe më shumë në peshë. Regjimi me ushqime të freskëta dhe të pagatuara do ta vini re që do t'ju transformojë. Në rreth 4 muaj do të arrini të normalizoni tensionin, peshën dhe njëkohësisht trigliceridet. Të gjitha këto arritje falë zgjedhjeve të shëndetshme dhe jo ilaçeve. Sipas të dhënave, një nga lëngjet më të rekomanduara është një kombinim fitues për shëndetin. Përbërësit janë 5 kivi, një grusht me spinaq, 2 banane, 2 mollë, gjysmë litri ujë. Përgatitja: hidheni të gjithë përbërësit në një mikser dhe më pas përzijeni së bashku. Shtoni ujin dhe përzijeni sërish. Pini rreth gjysmë litri në mëngjes dhe pjesën tjetër gjatë ditës. Nëse ndiheni të uritur, atëherë hani fruta, sallata dhe peshk ton, sepse trupi do të ketë nevojë për vitaminën B12. E bukura e këtij regjimi është se nuk do të ndiheni të uritur. Truri dhe trupi e merr të gjithë informacionin që i nevojitet nga gjaku, ku edhe gjenden ushqyesit më të nevojshëm. Ndërkohë, ne këtu do t'ju tregojmë edhe listën e ushqimeve të cilat do t'ju ndihmojnë për të ulur nivelin e sheqerit në gjak. Boronica, rrush dhe mollë. Shumica e frutave kanë një nivel të ulët të glicemisë sepse ato përmbajnë shumë ujë dhe fiber, por niveli i glicemisë mund të ndryshojë në varësi të pikës së frutave. Lëngjet e frutave për shembull kanë një nivel të lartë glicemie, sepse shtrydhja largon fibrën dhe në lëng mbetet vetëm sheqeri. Studimet kanë konfirmuar se njerëzit të cilët konsumojnë më shumë boronica, rrush dhe mollë kanë më pak mundësi që të preken nga diabeti tipit 2. Gjithashtu, konsumoni patate të ëmbla. Patatet e zakonshme kanë një nivel tepër të lartë glicemie, ndërsa patatet e ëmbla kanë një nivel të ulët dhe për më tepër janë të pasur me lëndë ushqyese. Kosi është i vetmi produkt bulmeti i cili ulë rrezikun e shfaqjes së diabetit. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.